Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori. Ty të bie telefoni? Në mëngjes ka pasur raste që edhe në 5:30 të mëngjesit. Kisha për shembull një burr i cili kishte një gjykim, i cili zakonisht meqense jetonte në fshat çoheshe herët. Dhe në 5:30 të mëngjesit thoshte që unë tani avokate tani zgjohem, duke i thënë që është shumë herët për mua. Unë tani zgjohem, tani e kam orën e zgjimit dhe direkt të marr ty. Kështu që ka dhe të tilla që ose duhet jesh drastike ose duhet ta suportosh. Ti e dëgjoja në 5:30? Patjetër që e dëgjoja. Ti e dëgjoja? U zgjove dhe dëgjoja hallin aty në 5:30? Nuk është puna që zgjohesha një herë, ai e kishte norma atë. Ti e mësove të zgjohesh 5:30 apo jo? Më zgjonte vetë celulari. Ana, po në botë ka tarifa të çuditshme dhe nuk e di, e kuptojmë ne tarifat e avokatit që e para një orar pa orar ti se nuk e kontakton dot avokatin tënd. E shtunë e diela nuk diskutohet, e premtja që në orën 12 nuk diskutohet, deri të hënën në orën 9 që fillon puna. Ke një kontakt me email, ke një kontakt përmes sekretares dhe ke një kontakt me agent që ke planifikuar një takim. Kjo është mënyra për të kontaktuar një avokat në çdo vend të Bashkimit Evropian, në çdo vend edhe të rajonit, në Shtetet Bashkuara po dhe këtë e kam të faktuar. Ti si e ke raportin me klientët? Tani, me të thënë të drejtë, meqense bashkëpunojmë edhe me zyra avokatie dhe jashtë, dje po flisja me një kolege greke, edhe po i thosha se si funksionon në Shqipëri. Sepse në orën 4 ajo ka të fikur celularin dhe thot vetëm sekretaria telefonike që mund të telefonin nesër nga kjo orë deri në këtë orë. Pra ka një marzhë orare cilat ajo përgjigjet, ndryshe nuk përgjigjet. Po kështu kanë komunikuar edhe me një avokate italiane, cilën të njëjtën gjë ka, sekretaria telefonike e saj në orën 4 mbyllet. Po. Punon, do të thonë ajo fik telefonin. Dhe edhe përcakton oraret me të cilat mund të flasësh. Dhe po i shpjegoja se si funksionojmë neve, domethënë që funksionojmë një çik çuditshëm dhe po e diskutonim edhe situatën. Dhe më kujtua edhe për analogji, po edhe për humor. Një klient shqiptar që më vjen nga Amerika, ka qenë gazetar dikur etj dhe ka një nocion në lidhje me situatën. Telefon dhe një klient është? Ja, mund ta me situatën juridike dhe po më thoshte që dhe më sjell një dhuratë nga Amerika. Dhe dhurata ishte ajo gjëja me rër. Po, ora me rër. Ora me rër, të cilën e kishte edhe matur dhe ishte 22 sekonda. Dhe duke qenë se kishte marrë disa herë me përgjigje për pyetjet e tij nga fusha juridike pa pagesë tek zyra jon, i kishte bërë shumë përshtypje dhe më solli atë si dhuratë dhe tha dëgjoj. Në momentin që kam vajtur tek avokati në Amerikë, avokati e ka këtë si mas dhe thot 22 sekonda $100 dhe e kthen përsëri 22 sekonda të tjera sepse fillon $100 tjetër. Kështu që në këtë aspekt bën dot me këtu me njerëzit, ka njerëz që ajo është si zbukurim në zyrë. Shiko, ka njerëz të varfër edhe patjetër unë e di, po ka dhe njerëz që mund ta përballojnë këtë. Si është raporti i pagesës avokatit tani? Si është? E kemi kulturën që avokati vërtet është një institucion që duhet mirë paguar, që çmimet janë të ndryshme sepse ka avokat të mirë, ka dhe njerëz që në sajt të përvojës fillojnë edhe vendosin tarifat e tyre. Natyrisht në bashkëpunim me dhomën e avokatisë, por si është ky raporti të paguarit avokatëve? Tani, në lidhje me pagesat, me të drejtën, ato tarifat e lëna nga dhoma e avokatisë janë, por gjithsesi avokati është profesion i lirë. Ne e kemi dhe me ligj, edhe këshilla juridike duhet të paguat, gjë që asnjëherë nuk paguhet. Dhe njerëzit rinë me orë të tëra tek avokati. Dhe ndonjëherë nuk presin vetëm sqarim, po kanë edhe mendimin e tyre juridik që s'është as pak ashtu siç ata mendojnë, por ata duhet ta thonë dhe ti duhet ta dëgjosh dhe mbetesh me orë të tëra, peng e bisedave të tyre
dhe kështu që nuk paguhet as tarifa. Sepse ideja është që avokatët fitojnë shumë, na vjedhin të avokatët shumë, apo të zhvat avokati. Tani, për një gjyq paralel mund të ketë tarifa të ndryshme. Mund të ndryshoj tarifa ime nga një avokat tjetër. Kjo është edhe me delirin që unë bëj unë jap, por edhe ai mendon që e ka më të lartë, i duhet kjo tarif. E kuptoj. Ja fiton çështjen dhe mendon që kështu vendoset. Por që çështja është në marrëdhënie me klientin. Pra kjo çështja e avokatëve është çështje zgjedhje, por emri edhe pastaj vetë se si, por na afatgjat të ndihmon ky lloj deliri, kjo lloj tarife e lartë. Tani secili operon sipas stilit të tij, nuk mund të ndërhysh. Ti bën zgjedhjen tënde, kështu që nuk është se varemi nga njëri tjetri, profesioni lirje. Çështja është edhe tek klienti. Zakonisht unë mendoj që personat që janë më në vështirësi ekonomike janë më të pastër edhe më të çlirë dhe më korrekt. Ata që janë në kushte të mira ekonomike janë më shumë pa korrekt edhe më të vështirë tek tarifat kur ja u thua. Interesant. Është realisht interesante edhe për mua, por që në përgjithësi kështu ndodh. Cili është rasti më i vështirë që ke patur? Rasti më i vështirë po e konkretizoj me një rast që e kam duke u gjykuar, është për një vrasje të një djali 23 vjeçar, ku prokuroria del me vendimin për vrasje me dashje. Ndërkohë që prokuroria nuk ka vendosur as armbajtjen pa leje, e cila është efikase, arma është në dosje etj dhe nuk e ka referuar si vepër penale, duke pretenduar se arma nuk plotson kushtet e një arme, gjë që nuk është as pak e vërtetë, si dhe për ndjekjen. Pra, ka pasur viktima ka pasur disa herë kallëzime në polici për të mbrojtur pasi përndiqej nga personi i cili e vrau. Dhe pavarësisht se rastet edhe kallëzimet që ai ka bërë, denoncimet që ai ka bërë, kërkesat për urdhër mbrojtje që ai ka bërë janë të shumta dhe asnjëherë nuk ka marrë urdhër mbrojtje derisa u vra. Dhe u vra në mënyrë më makabre me 5 goditje me thik. Policia nuk mori asnjë mas, prokuroria nuk mori asnjë mas derisa arritëm deri këtu. Dhe sërish edhe për ndjekja nuk u klasifikua si vepër penale. Me shqyrtimin e drejtë të gjyqtarit, na u pranuan të dyja kërkesat dhe u pranua edhe armbajtja pa leje, por edhe për ndjekja që ishte bërë personit në rastin konkret. Sa vjeç është djali? Djali që u vra ishte 23 vjeç. Po autori? Autori është 37 vjeç, i cili gjatë gjithë kohës ka kërcënuar, gjatë gjithë kohës i ka përndjekur, gjatë gjithë kohës ka qenë kërcënues dhe askush nuk ja mori parasysh. Dhe gjithmonë ndodh që vrasësi e bën veprimin ndoshta në gjak nxehtësi, por që e ka paramenduar, kjo duket. Dhe në momentin që ka ndodhur dhe ai është para drejtësisë dhe kupton se vetëm atëherë e kupton se çfarë ka bërë, okej, kërkon falje, po ti e ke përndjekur gjatë gjithë kohës. Dhe duhet të marrësh edhe ti atë që meriton, sepse more një jetë njeriu me pa të drejtë. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.